سلام سلام كمسك عليكم نحيي بابنا يا كرام ومن بكم أنسنا في الظلام ونور لنا vetëmia e burrit me gruan është ata që ka shariati për më të ka ndërfeja. Edhe kur kush mos thot apo jo valla për punë, jo për interes. Ruaj apo. Wallahi vetëmia e burrit me gruan është rreziku. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gani këtë porosi të atij që na ka mësuar çdo hajër me izin e Allahut azza xal. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kan iyyakum ad-dukhul ala an-nisa. Runo mos jeni të gratë apo. Mos jeni të gratë. Ka thënë ja Rasulullah, ma balul hamu. Çka puna e akrab vllaut burrit ose djalë i mijës burr i akrabaj vjen kanë el hamu wal maut ajo është dek ai më i rrezikshëm për farsye ka sa i shlir me mor diçka me shku diçka në çat fërkim pa qëllim na udhë bla kur ndodh tani mo mos pam që ndodh në çdo shtëpi e po një më ndodh është katastrofë për këtë dunjë pse një më ndodh 10 ra 20 e 50 andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kom lon mas meje sprov për umetin të më të madhe se grata. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaku dunya wattaku nisa. Ruajuni për dunjas, për sprovët saj dhe ruajuni grave. Grata në dunja, jo për këtë sprovë dunjas e ka veçu gruan. Fa inna, pas e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë nga se me të vërtet shkatërimi i Beni Israelve ka qenë për shkak të grave. O lazni, Beni Israel i kanë pas me 10 mira pejgamber. Qysh keni ju hoxhallar, ata kanë pas pejgamber. Pejgamber, hoq kanë pas. S'ka me mësu dikush, pejgamber. Me mira i kanë pas. Ata kanë pas sofër për qielli ka zbret o lazni apo. Ata kanë pa mish ka ju deli, pjekt, për qielli ka ju vjen. Këtë i kanë pa. Na asnjë për nisë kanë pa. Kush i ka prikë ato? Kush i ka bot mallkum Tevratën, Injilën, në Kur'an, kush i ka bot? Gratë ty naftë. Dhe rreziku kjo punë ato. Besimtari ruhet. Lej që ka thonë tjerë ato. Lej që ka thonë tjerë ato se da vetë e këto. Lej ato. Nga e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ato. Mos u përzini me gratë. Edhe kujdesi më i madh vetmia me to, në punë. Vjen në punë me ta kryej diçka, ruaj Allah sa të ki mundësi ato. Ka nevojë nganjëre më rreth caktuar. Minimum i tapën. Kur ju punë dhe ec, s'ka nevojë as çavona u lodha, që shkova çka. Ja pse ato. S'po them me kon tegër. Po aty ka zosillën tonë dhe moralin tonë apo. Nëse vallahi çdo s'po them çdo fjali, çdo shkronjë e kështu me të kushton ato. Çdo shkronjë e kështu me të kushton. Andaj ki kujdes po sillesh apo. Dhe kjo për fund çka i ka thonë, jap me kuptues se në qëfar shoqënie ka rnu Jusufi alayhi salatu wasalam. Kur burri e nxën gruan e vet për dorën zina dhe gale nuk e ka opsion, e ky në moshën e pjekurisë është. Don kulmin e epshit dhe çdo ka po sabër, çfarë arsye kem na me thon pastaj shoqëni ku jemi na atë. Të na hala vrahon për të punë. Hala ndodh të punë, do hala nuk ka bash kallaj me këtë punë. Kjo don shoqënia jon dallon për tyne që kanë pasur. Apo ka dallu, e kanë zon gruan për dorë ka po, ka një njërin. Audhu billah. E kanë të dire e kanë zonë, as i ka gatu kërkush, as e ka pa mësit vetë. Edhe ka hesh këtë mesele. E ka hesh këtë mesele. Edhe mos me kon gruaja vetë mandej, kur do ta shpjegojmë, me insu me burgos, as më bërë se kështi, që ati kështu në halame në ajta jepte. Që kjo që ka thonë pejgamber sa më thonë, mallkimi Allah që me dejuzën aftën. Dejuz. Përhapet amoralitetin në shpirt vet, përhapet e keqja në shpirt vet, kçyrin familjave të tëri far seriali, tëri far burrit hides atje të çminkat, burri kçyr tëri far gruaja atje, do që të kçyrin bash, kush gale se ka. Allah kjo është më vërtet paturpsi atë. Minimum që kanë mundësi në familjet e muslimanëve që ndodh atë. Çati gruaja vet është, çati burri. Në televizion ata ças bën tëri far skena me këto seriale të prishta, edhe do të kçyrin edhe pinë çaj thotë s'po ndodh kurrë atë. Kur xhelozia vëllai. Që se gruaja nuk e bën këtë punë. Që është më adopt, ai të lakmon për seriale. Ku është burri i shtëpisë? Ku është stubi? Ku është kryefamiliari për ndaj këtyre sanave? E pastaj thirr vallahi hoxh,
Miku qika, dikush e mura apëton, po dikush e kish pa marrë apëton. Ik vallaj edhe qika t'ik edhe gruja t'ik, këtë ikin apëton. Se këtu në fatkesit përditshme që neve për në ndodhin, njerëz për pëllahaqohen me këtu, vallaj fatketësi apëton. Neve për në vijë raste rëndqese që vallaj njëri të merrot me i fola, për një ndëgju apëton. Të ngra, me 5.000, me 6.000, ka ik burit, i ka pëlqy ati në zyre dhe u shku Allah apëton. Që kjo është për dëshmëria e Kosovës që për ndodh. Dhe s'jo këto punë për me kesha, s'jo këto punë për vallaj këto janë punë për me kajt apëton. Çka po ndodh familjet e muslimanëve e shqiptarëve që kretë të vënë këtu. Këtë nemën për parimit, emancipimit, e daljes së shkollimit e kështu me radhë. Ne nuk jena kundër shkollimit, po jena kundër zinaz vëlla, jena kundër moralitetit, jena kundër mu përzi burri me rund, kundër sa jena aftë. Ka se çka thot Allahu xhallahu ala, ai që na ka kriju, që na gjen mas mirë, çka thot Rabbul Alamin apo. Unë e kam keq. Sprish po mos më gamu, çella merr aftë. Çka ndodh aftë? Kur përhapet Deus lëku. Deus në me, njët nuk janë një që ka bënë familje ti, që kur përrapë që ka bëhet apë. E she gurën e vetë, ka pinë kafe me tjetërin, dhe ta uladhë. Qështu ndodhë? Wallahi qështu ndodhë apëtan. Ndaj për të mënë që na du të më rujtë. Wallahi du të më rujtë vlasë një apë. Me bëhet dua Allah, gjellë me në rujtë grate, motrate, me në rujtë qikate, pi shirit të madhë që është përhapë apë. E me ditë njerëz, wallahi, rrezikun e zinas, më që të dhe shpillim apëtan. Shtazja u këshin pa për të madhe kër e këshin bojë, jo njerëzve apëtën. Wallahi shtaz kër e bojnë në marri, jo kër të bojnë njerëz apëtën. Po kër përhapët lakmia të njerëzve mu si do këtë më kërgjot.